Lohatja e theksuar e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka shkaktuar fluks të sëmurësh nga virozat e sinës pranë spitalit të Beratit. Mbi 40 raste të prekur nga këto viroza paraqiten pranë urgjencës, ndërkohë që sipas mjekëve, shtim të rasteve ka edhe pranë mjekut të familjes. Të prekurit nga këto viroza janë të gjitha grup moshat, por më të riskuar mbeten moshat e treta si dhe fëmijët, të cilët gëzojnë më pak imunitet ndaj sëmundjeve. Mjeku i repartit të urgjencës Arjan Kamberi bën me dije se kontakti i parë duhet të vihet me mjekun e familjes, i cili ofron edhe ndihmën e parë, si dhe bën thirrje për mos neglizhim ndaj simptomave të para, të cilat janë ethe, temperaturë dhe dhimbje trupi. Ku ka pasur dhe gjatë vizitave një fluks të madh këtyre, sidomos të moshave, sidomos fëmijëve dhe moshave të treta, që faktikisht janë më të ekspozuar kundrejt ndryshimeve klimatike që ndodhin në qytetin tonë. Më shumë këto manifestojnë me gjendje klinike, me temperaturë, me koll, me dobësi trupore, me dhimbje të muskujve, dhimbje të kyçeve, sidomos përsëri po e përsëris te moshat e treta, që të cilët në këtë sezon duhet të qëndrojnë në ambiente më të sigurt. Kur paraqesin këtë lloj shenjash, duhet të paraqiten pranë mjekut të familjes ose pranë mjekut pediatër, pasi këto lloj virozash japin edhe problematika të tjera si pasojë e kësaj gjendje viroze. Virozat që qarkullojnë si pasojë e kushteve të disfavorshme klimatike, sipas mjekëve, po shoqërohen me neglizhencë nga ana e qytetarëve, të cilat jo në pak raste kanë sjellë komplikacione të rënda për shëndetin e tyre.